Këshilla për trupin. Gruri është një nga drithërat ushqimor më të kultivuar dhe më të rëndësishëm. Kokrat e grurit janë shumë të pasur me gluten dhe bën atë drithin më të përshtatshëm për përgatitjen e bukës. Kokra e grurit është shumë e pasur me enzim, vitamina, minerale, proteina dhe acide yndyrore. Kokrat e grurit, sidomos krundet e tij, janë shumë të pasura me fibra. Gruri vjen në disa forma. Mielli i grurit përdoret shumë në tort edhe bukë. Ai mund të bëhet nga kokrat e pasitura ose nga forma e zhveshur që është më pak ushqyese. Po ashtu bollguri është një formë e kokrës së gurit të qarë që pishet ose avullohet. Ai përdoret më shumë në sallatat tradicionale. Mielli ermik, po ashtu është një tjetër lloj drithri. Përdoret kryesisht për qull edhe për puding. Kuskusi bëhet nga mielli ermik. Do shumë pak kohë që të zihet dhe është shumë i mirë. Pasta që përfshin makaronat është një produkt tjetër i miellit të grurit që është gatuar me ujë ose vezë. Këshilla për shpirtin. Allahu në librin e tij të shenjtë thotë: adhurojeni Allahun e mos i shoqëroni atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, jetimëve, ndaj fëmijëve të afërt dhe ndaj fëmijëve të largët. I dërguari alayhis salam ka thënë: vazhdimisht më ka porositur Xhibrili për fëmijën, saqë ka menduar se do t'i jap të drejtë edhe në trashëgimi. Ai gjithashtu ka thënë: kush i beson Allahut dhe ditës së fundit, mos të shqetësoj fëmijën e vet. I dërguari alayhis salam ka thënë: kush dëshiron t'i shtohet rreziku dhe jeta, le t'i mbaj lidhjet fisnore. Në një hadith tjetër, i dërguari alayhis salam na tregon se si është mbajtja e vërtetë e lidhjeve farefisnore. Ai që i mban lidhjet farefisnore vetëm për shkak se ata kalojnë mirë me të, nuk ka realizuar në fakt një mbajtje të mirëfill të lidhjeve. Ai që vërtet i mban këto lidhje, është ai i cili i mban ato edhe nëse ata i shkëpusin. Këshilla për trurin. Kur mendojmë për dikë që ka forcë, ne e imagjinojmë që është dominues dhe kontrollues, por në të vërtetë nuk është kjo forca e vërtetë. Forca jonë e vërtetë qëndron thellë brenda shpirtrave tanë. Ajo rrezaton dashuri dhe mëshirë. Të jesh i fortë nënkupton të i kalohen frikat dhe dyshimet personale, të eksplorohen sfidat e reja dhe të përmbushen detyrat dhe përgjegjësitë tona. Çdo kush prej nesh është i bekuar me talente, aftësi dhe potenciale të panumërta. Sfida e vërtet është të gjurmojmë thellë në shpirtrat tanë për t'i eksploruar këto aftësi dhe për t'i shfrytëzuar më së miri. Mos u dekurajo nga njerëzit e tjerë dhe mos u përpish t'i imitosh. Mos u frikso të jesh ndryshe. Për të ngritur vetvlerësimin tuaj, ndiqni disa hapa. Beso në vlerën tënde dhe në potencialin tënd. Vlerëso kufizimet e tua dhe njëkohësisht puno me to. Dhe jo vetëm kaq, përfytyro suksesin tënd. Imagjino kryerjen e detyrave të tua sa më mirë dhe së fundmi, puno për të arritur qëllimin tënd të përfytyruar dhe mbaj mend se zotësia dhe performanca lidhen drejt për drejt me shkallën tënde të vetbesimit.